John, një entuziast i përvoj i dronëve, vendosi të eksploronte një zonë të re. Ndërsa fluturonte dronin e tij, ai vuri re një derë të vogël në majë të një mali aty pranë. I intriguar, ai e fluturoi dronin më afër për të hetuar. Teksa bëri zoom, ai pa se dera ishte shumë e vogël dhe kurioziteti e mposhti. John vendosi të ngjitej në malin shkëmbor për të parë më afër, por pak e dinte ai se ky ishte një vend shumë i gabuar. Hyrja përmes derës së vjetër metalike ishte çdo gjë tjetër përveç se e lehtë, por me vullnet të pastër dhe vendosshmëri, Johnny ja doli mban. Ai mbeti i mahnitur nga ajo që po shikte ndërsa po futej gjithnjë më thellë në mal. Dikush e kishte krijuar këtë për një qëllim, dhe kur Johnny më në fund zbuloi se cili ishte ai qëllim i vërtet, ai pothuajse u ngri nga shoku i pastër. Ai e dinte shumë mirë që më parë se nuk supozoi të ishte këtu. Ky ishte konfirmimi që e bëri këtë realitet për të. Johnny filloi të vraponte jashtë malit sa më shpejt që ishte e mundur. Ai thjesht shpresonte që dëmi të mos ishte bërë tashmë. Por çfarë gjeti Johnny në mal? Pse ishte e fshehur pas një dere të huaj metalike? Dhe pse hyrja përmes asaj ishte një vendim shumë i keq? Johnny kishte dashur të eksploronte këtë zonë prej kohësh, por autoritetet lokale i kishin dalë gjithmonë përpara. Këto pyetje kishin qenë zonë mbrojtur për dekada të tëra, dhe hyrja nuk ishte e lehtë, të paktën kur përpiqeshe të bëje në rrugë ligjore. Pas vitesh, përpjekjesh për të marrë një leje, Johnny kishte hequr dorë. Ai madje kishte qenë i gatshëm të udhëtonte me dikë që ta vëzhgonte. Por kjo nuk i bindi organet qeverisëse, kështu që ai vendosi të rrezikonte. Dëshira e tij për të eksploruar ishte shumë e madhe. Nëse nuk mund të hynte vetë në këto pyje, mbase droni i tij mundej. Ai do të qëndronte në skaj të zonës ndërsa do të pilotonte dronin e tij nëpër atë tokë të bukur, duke marrë pamjet që aq dëshpërimisht i donte. Ai e dinte shumë mirë se sa mund të vlenin ato pamje. Si pilot i përvoj, ai shihte pamjet që kapte për të fituar ndonjë parashtesë dhe e kishte kuptuar shpejt se pamjet e vendeve ku ishte paligjshme të hyje, shiteshin shumë mirë dhe me një çmim të lartë. Por sot, ai do të përfundonte duke kapur diçka shumë më të vlefshme. Ndërsa fluturonte dronin nëpër qiell, duke shpresuar të mos tërhiqte vëmendje, Johnny vuri re një mal të vogël ose formacion shkëmbor që dukej se ishte në qendër të zonës së mbrojtur. Ishte një kontrast i bukur kundrejt gjithë gjelbërimit, por pastaj e pa. Kjo anë e malit nuk përbëhej tërësisht nga gurët, kishte diçka të huaj pranë majës, diçka që pasqyronte diellin në një mënyrë tjetër, duke krijuar një shkëlqim. Johnny spekuloi se mund të ishte një objekt metalik dhe teksa e fluturoi dronin edhe më afër, ai arriti të dallonte se ishte një lloj dere. Johnny u surprizua shumë. Çfarë bënte diçka e tillë në mes të një zone të mbrojtur? Dhe pastaj pa pritmas ndodhi diçka tjetër. Droni i tij, i besueshëm, filloi të kishte defekte të rënda. Brenda sekondave ekrani filloi të dridhej dhe Johnny humbi kontrollin. Ekrani u bë kritësisht i zi dhe gjëja e fundit që pa ishte se droni porozohej drejt rrezës së malit. Johnny ishte i shtanguar. Ai nuk kishte asnjë ide se çfarë mund të kishte shkuar keq, pasi kur nuk kishte pasur këtë problem më parë. Tani ai përballej me një dilemë. Jo vetëm që donte të merrte mbrapsht dronin e tij të shtrejtë, por donte gjithashtu të kontrollonte atë derë të huaj metalike. Për ta bërë këtë, ai dinte se duhej të hynte në zonën e mbrojtur. Ai mund të kishte telashe vetëm për fluturimin e dronit, por hyrja në këmbë ishte një histori krejt tjetër. Megjithatë, ai ndjeu se nuk kishte zgjidhje tjetër dhe vendosi të kalonte gardhin. Zemra po i rrihte fort teksa po çante rrugën përmes bimësisë së dendur. Ishte e qartë se asnjë njeri nuk kishte qenë këtu prej kohësh. Kjo friksonte Johnin. Ndoshta qeveria tashmë e dinte që ai kishte hyrë. Përveç kësaj, kush e dinte çfarë kafshësh kishte aty? Grabiqar si ujqërit apo arinjt mund të lulëzonin në një zonë të tillë. Ai thjesht u lut që asnjë krijesë apo njeri të mos e pikaste. Johnny po përdorte GPS-in e tij për të siguruar që po drejtohej nga mali. Pylli ishte aq i vështirë për të përshkuar, sa që mund të humbisje rrugën lehtë. Pas rreth një ore ecjeje,
Ai më në fund gjeti atë që kërkonte. Droni i tij ishte varur në disa vreshta lart në pemë. Lajmi i mirë ishte se këto vreshta e kishin ndalur rënjën dhe droni dukej në gjendje të mirë. Lajmi i keq ishte se ishte shumë lart. Pa pajisje, gjitja në pemë do të ishte e rrezikshme. Për momentin Gjoni vendosi ta linte aty dhe të vazhdonte drejt qëllimit tjetër, derës misterioze. Edhe kjo nuk ishte e lehtë për t'u arritur. Gjoni shikoi lart malin dhe edhe pse muri shkëmbor ishte shumë i pjerët, dukej se kishte një rrugë për t'u ngjitur. Ishte më e realizueshme se ngjitja në pemë. Gjatë ngjitjes ai vuri re se ajo që dukej si tokë e fortë nga larg ishte zhavor i lëshuar në këmbë. Megjithatë, ai ishte i vendosur. Pas një ngjitjeje sfiduese, Gjoni u gjente në një parvaz që shihte mbi një hapësirë mahnitëse të natyrës. Ai zbuloi disa gdhendje në disa shkëmbi që dukeshin të një origjinie të lashtë. A ishin ato një formë udhëzimi apo një paralajmërim? Pjesa e fundit drejt derës ishte sa emocionuese aq edhe ogurëzes. Me çdo hap, hyrja metalike bëhej më e madhe. Madhësia e derës sugjeronte se ishte ndërtuar që të kalonte diçka e madhe përmes saj. Gjoni u tërhoqi nga një hyrje anësore pothuajse e fshehur, shumë më e vogël se hyrja kryesore. Duke larguar vreshtrat e rritura, ai gjeti një dry të vjetruar dhe të ndryshkur. Filloi ta godiste drynin me shishën e tij të ujit derisa u hap. Sapo hyri brenda, atmosfera ndryshoi në mënyrë dramatike. Errësira ishte pothuajse e prekshme. Era e lagështisë dhe dekompozimit mbushi ajrin. Gjoni kuptoi se nuk ishte vetëm një hapësirë e madhe, por një labirinth shtigjesh. Heshtja mbretëronte e thyer vetëm nga zhurma e pikave të ujit. Ajri brenda malit u bë më i hollë dhe Gjoni ndjeu energjinë e tij duke u pakësuar. Paniku filloi të pushtonte, ai ishte futur shumë thellë. Për të qëndruar i qetë, ai shënoi disa pika me gur të vegjël për të gjetur rrugën e kthimit. Në një qoshe ai gjeti mbetjet e një kampi të vjetër, sikur vizitorët e mëparshëm të ishin larguar me nxitim. Thellë në zemër të shpellave, një shkëlqim i butë ndriçoi muret. Nuk ishte drita e tij, por kërpudha bioluminescente që krijonte një shtek eterik. Pas një kalimi të ngushtë, Gjoni doli në një korridor gjigant. Arkitektura sugjeronte diçka të qëllimshme, me harqe dhe kolona të gdhendura në mur. Ishte një galeri e së kaluarës, poçe të thyera, armë të ndryshkura dhe tekstile të zbehura. Gjoni vendosi të ngjitej në një shkallë spirale prej guri. Pa pritmas në mes të ngjitjes, një tingull i ri shpoi heshtjen. Hapa. Ishin hapa qartësisht të ndryshëm nga të tjerët. Realizimi e goditi, ai mbase nuk ishte qenie e vetme e gjallë që udhëtonte në përzemrën e malit. Drita e tij filloi të dridhej. Atij po i mbaronin bateritë. Në dritën e dobët ai uri re pajisje të vjetra të ndërtuara nga materiale që nuk i njihte. Nuk ishin relike të një qytetërimi të lashtë, por makineri me dizajne të ndërlikuara dhe funksionalitete të panjohura. Për te makinerive u shfaq një dhomë e madhe që ngjante me një dhomë kontrolli. Panele me simbole kriptike, leva dhe ekrane të mëdha rrethore. I shtyr nga kurioziteti, Gjon shtypi një buton të vjetruar. Një gumëzhitje u ndje në tokë dhe ekranet u ndezën, duke projektuar imazhe ajrore të korridoreve të malit. Disa dhoma dukeshin se nuk ishin hapur kur më parë. Pranë panelit, ai gjeti dokumente të brishta që flisnin për ekspedita dhe diçka të quajtur bërthama e malit. Por një rrëpëllim e largët ogurëzes e ndërpreu qetësinë. Aktivizimi i makinerisë mund të kishte njoftuar dikë ose diçka. Gjoni filloi zbritjen me urgjencë. Duke u kthyer në një shpellë të njohur, ai gjeti dronin e tij të paprekur. Ndërsa i afroi bazës, ai ndjeu se po e vëzhgonte. Dikush, pëshpëritje dhe rapëllima dëgjoheshin rreth tij. Dy herë ai pothuajse u diktua. Së pari nga disa silueta në një parvas sipër tij dhe më vonë nga një grup njerëzish që kaluan prej tij teksa ai fshihej pas një shkëmbi. Bisedat e tyre zbuluan se po kërkonin pikrisht atë që ai kishte aktivizuar. Mali kishte roje. Pasi kaloi një fole gjerpërinjesh dhe pati një takim të frikshëm me një luan mali,
Johnny doli më në fund në natën me hënë. Por para se të largohej plotësisht, ai pa diçka që ia ndali frymën. Në një dhomë gjikante që ngjante me një hangar e mbrojtur nga elementet, qëndronte një avion jet. Aty nuk ishte një avion i zakonshëm. Dizajni i tij i lëmuar dhe shenjat e panjohura sugjeronin se i përkiste një epoke shumë përpara kohës son, ose mbase një të kaluare shumë të largët për të mbajtur mend. Johnny qëndroi i mahnitur. Ky zbulim ndryshonte gjithçka. Ai përdori dronin për të marrë prova dhe u largua me nxitim. Kthimi në kamp ishte një çlirim. Duke parë pamjet, ai kuptoi përgjegjësinë që kishte. Ky avion mund të ndryshonte historinë, por edhe mund të ishte i rrezikshëm në duart e gabuara. Pas shumë mendimesh, ai vendosi t'i ndante pamjet në mënyrë anonime me figura të besuara në arkeologji dhe aviacion. Brenda pak ditësh, lajmi shpërtheu në media botërore. Mali i fshehur dhe xheti i tij enigmatik u bën epicentra e kurreshtjes globale. Johnny e dinte se bota nuk do të ishte më e njëjtë pas kësaj. Nëse ju pëlqeu ky tregim plot mister, mos harroni të lini një koment dhe të bëni pjesë në kanalin ton për të frymëzuar nga histori të tilla çdo ditë. Shihemi në videot e radhës.